300 lekë të vjetra është kosto e punës dhe metoda e zgjedhur nga DHL për të paguar operatorët përkohësisht të punësuar part-time për menaxhimin e procesit të përgatitjes së zarfeve me skedat e votimit për votuesit shqiptar jashtë kufirit. Kjo metodë pagesë është përdorur gjatë fazës së parë të dërgimit të zarfeve në adresat e emigrantëve shqiptar në përballë. Për çdo zarf që mbillej e digitalizohej me barkodin përkatës, operatori merrte 300 lekë të vjetra. Sa më shumë zarfe të kryente, aq më shumë mund të paguhej në ditë. Ky proces nuk është se ishte pak i rëndësishëm. Përkundrazi, barkode duhet të përqasej me emrin e emigrantit të regjistruar si votues nga jashtë. Burimet të Unionit të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës informojnë se fillimisht ky proces nisi të kryhej me kujdes me kohën e duhur që të përputhej nominativi i emigrantit me barkodin e digitalizuar mbi zarf. Por më pas afati kohor i limituar e dëshira për të paguar sa më mirë, çoi që shpesh mjaftonte vetëm skanerizimi i barkodit pa u kontrolluar përputhshmëria me emrin e emigrantit. Burime për vëzhguesit e Unionit të Gazetarëve Shqiptar ndjekin me vëmendje këtë proces, thonë se ka pasur operator që kanë arritur mbi 100.000 lekë të vjetra në ditë. Ky proces më shumë se sa një metodike kujdesshme për punimi korrekt i zarfeve të adresuara në diasporë i nga një metodologjie pune prodhuese me normë, ku sa më shumë prodhon aq më shumë paguhesh. Shqetësimi tjetër që ngren gazetarët shqiptar profesionistë të diasporës është se sa është respektuar ligji i punësimit për operatorët e punësuar part-time nga posta private. Të ndjekë më vëmendje këtë proces e pritshmëria ndaj forcave politike, ndaj këtyre problematikave është gënjuese. Janë mbi 240.000 votues me post nga diaspora, vota e të cilëve do ishte e mjaftueshme për disa vende deputetësh në parlament.